Dhe video e përmbyllëse, sepse duhet ta shpjegoj edhe këtë gjë, është se si të rrim mentalisht, emocionalisht të fortë për sa i përket strategjisë takfak. Atëherë fillimisht duke ditur se strategjia takfak kalon challenge dhe bën përfshirje të shpejta në afate kohore të shkurtra për sa i përket dhe në challenge dhe në live, po ashtu dhe kur tregton në live, domethënë, duhet të dimë që edhe me strategjinë takfak rrezikon shumë shkaku që ti po rrezikon 2 deri në 3% të akauntit, nuk po shkon me 1% ose e tjerë nuk po shkon me konsistencë, po rrezikon, domethënë rrezikon 2%, më pas rrezikon komplet totalin që bëre për të kapur tek profiti. Kjo ka të bëjë edhe me disa, si themi, gjëra mentale, emocionale që ne duhet t'i ruajmë dhe nuk duhet t'i përfshijmë në tregti. Çfarë duhet të dimë? Duhet të dimë që strategjia takfak fillimisht, strategjia takfak si teknikë teorikisht pa marrë parasysh se si ne reagojmë në market, pa marrë parasysh se si ne tregtojmë, ka saktësi praktikisht, domethënë, sikur tregtonte një robot, ka saktësi në 10% deri në 100%. Pra, është strategji që ka saktësi të madhe, por është strategji që rrezikon shumë. Kjo duhet të merret parasysh, pra, duke tregtuar me strategjinë takfak, ti e di këtë gjë. E ke të qartë. Çka sjell rrezikimi shumë? Rrezikimi shumë sjell që mund ta djegësh akauntin në 5 tentativa, në 5 tregti, në 5 tregti ose 5 ditë. Tjetra është që do kesh humbje të mëdha, që i bie 2%, 3% janë humbje të mëdha. Kjo është pjesa e keqe e strategjisë takfak, ndërsa pjesa e mirë është pjesa që ne e kemi, domethënë, saktësinë 90%. Këtu përfshihen emocione si për shembull frika se mos e humb akauntin, në momentin që shkon vetëm në drawdown ndihesh i pamotivuar, ndihesh keq, ndërsa për të shpjeguar se pse ne duhet t'i përjetojmë këto, është sepse ne një challenge që mund ta kalonim në 1 muaj me konsistencë, ne po rrezikojmë që ta kalojmë në 2 ditë ose në 3 ditë. Po ashtu ka të bëjë me përqindje të mëdha që domethënë shkon nga 2 shkon në 8, shkon më pas mund shkosh në 10, 12, çka bën që ti edhe në live të shkosh shumë, unë personalisht shkova 10% plus, pra $10,000. Pjesa e kamuflimit të emocioneve është thjesht duke ditur këto 2 faktorë ose 2 të vërteta, që do kesh humbje të mëdha me strategjinë takfak dhe mund ta humbësh akauntin shumë shpejt. Këtë duhet ta marrësh parasysh, por ndërkohë që e merr parasysh këtë, këto frika eliminohen, pra truri jot duke e marrë parasysh, duke u ambientuar me këto 2 gjëra, këto eliminohen dhe ti je i pastër që të tregtosh, ti e di që mund ta humbësh, ti e di që mund të humbësh, unë kam humbur 4 akaunte rresht, po kam kaluar 10 akaunte, kam bërë lek 10 fish se sa kam harxhuar me
po e marrin parasysh pra ka është probabiliteti dhe saktësia është shumë më e madhe se sa kjo. Po nuk do me thënë që ne do ligim 2 akaunte me takfakun dhe do me thënë që takfaku nuk është okay. Ti mund kalosh 5 akaunte më pas resht. Çka bën që ti ke 5 akaunte që i ke kaluar në një afat kohë për 20 ditësh. Në 20 ditë me strategji tamam me konsistencë risk të ulët, gati ke kaluar vetëm një challenge. E kalon ose kalon. Shpejtësia dhe pak rrezikimi i lartë bën që takfaku t'i ketë këto dy të këqija, po që ambientohuni hiqeni nga mendja, bëni qartë vetes që këto mund t'i keni dhe keni të qartë pjesën taktike, sa më të pastër ndiqeni pjesën taktike dhe strategjia është shumë e lehtë vetëm pjesa taktike që është seriosia. Kuptoni? Kështu që ju uroj shumë suksese me këtë strategji, unë sapo e kalova një challenge sot, ja ku është vetëm një moment. Pra ku është $8,000 e kam kaluar vetëm me takfakun. Të gjitha tregtit. Këto kanë qenë të gjitha tregtit që kanë vendosur takfaku edhe unë për dhe fiton, po unë kam dalë shumë mirë me takfakun. Kjo është faku që dhe me ju po e ndaj këtë gjë. Kështu që sukseset më tejshme.